Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni probleme me gjëndrën tiroide, mos i hani kurrë këto ushqime. Asnjë dietë nuk mund të shërojë hipotiroidizmin ose hipertiroidizmin, por disa ushqime dhe suplemente mund të shkaktojnë gjithashtu probleme. Një endokrinolog nga klinika Cleveland shpjegojnë se cilat ushqime duhet të shmangni nëse keni probleme me gjëndrën tiroide. Sipas Cleveland do të rendisim disa nga ushqimet të cilat duhet t'i mbani larg nga dieta juaj, pasi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e tiroides. Soja. Mjeku shpjegoi se soja dhe qumshti i sojës mund të ndikojnë në përthithjen e medikamenteve të hormoneve tiroide, ndaj duhet të keni kujdes kur konsumohen këto ushqime. Nëse gjëndra tiroide është jo aktive, por jo plotësisht në nivelin e hipotiroidizmit, konsumi i sojës duhet të reduktohet. Për njerëzit me hipertiroidizëm, soja mund të jetë një shtesë e mirë në dietën tuaj. Perimet me rrënjë. Njerëzit me hipotiroidizëm duhet të shmangin perimet me rrënjë të tilla si karrotat, patatet dhe panxari, sepse këto ushqime mund të ngadalësojnë në një gjendje tiroide tashmë të dobët. Nëse këto perime nuk gatuhen si duhet, ato mund të jenë veçanërisht të rrezikshme për njerëzit me hipotiroidizëm. Perimet e kryqëzuara. Personat me hipotiroidizëm duhet të kenë kujdes të konsumojnë sasinë e madhe të perimeve kucifere, veçanërisht perimeve të gjalla. Perimet e kryqëzuara përfshijnë brokolin, lakrën, lule lakrën, rrepën, zarzavatet me gjithë të errët si spinaqi, lakra jeshile dhe çartë. Ngrënia e shumë perimeve të papërpunuara mund të ngadalësojë dhe të parandalojë trupin tuaj nga përdorimi i duhur i jodit, për të prodhuar hormone tiroide dhe për të shtyrë funksione natyrale të tiroides. Suplementet e jodit. Kushdo që ka probleme me tiroiden duhet të shmangë suplementet e jodit. Nëse keni hipotiroidizëm edhe merrni suplemente jodi së bashku me medikamentet tuaja normale, mund të jeni duke nxitur trupin tuaj të prodhojë më shumë hormone tiroide. E njëjta gjë vlen edhe për njerëzit me hipertiroidizëm. Më shumë jod mund të aktivizojë edhe më shumë gjëndrën tiroide tashmë tepër aktive. Nëse jeni të shqetësuar se si dieta juaj po ndikon në tiroiden tuaj, bisedoni me mjekun tuaj për disa këshilla dhe ndihmën e duhur, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në shmangjen e shqetësimeve të tyre. Ka shumë ushqime që mund të ndikojnë në shëndetin e tiroides dhe të shkaktojnë gjithashtu komplikacione të tyre. Ndaj, kujdesi i duhur i tiroides duhet të bazohet gjithashtu në produkte sa më natyrale. Në këtë video do ju tregojmë ushqime të cilat dëmtojnë në pakthim tiroiden tuaj dhe duhet t'i evitoni në rast se vuani nga ky problem. Sheqeri mund të ndikojë negativisht në çështjen e tiroides dhe të shfaqë gjithashtu komplikacione të shëndetit të saj. Nëse sheqeri është i rafinuar, ky problem mund të ndryshojë në nivelin e glukozës në gjak. Nëse dëshironi të shmangni një sëmundje autoimune të tiroides, duhet të përmirësoni shëndetin e pankreasit dhe të mbani në nivele adekuate hormonet, pastaj të eliminoni ato përmes dietave tuaja të shëndetshme. Gjithashtu edhe kafeja mund të ndikojë në shëndetin e tiroides. Nëse pini kafe mesatarisht, është më mirë që nëse pija konsumohet në sasi të madhe të evitohet, pasi mund të ndikojë edhe në çështjen e tiroides. Ajo çfarë është një tejkalim i kafes komprometuese fillon edhe në funksionet e gjëndrës adrenale dhe mund të shkaktojë probleme me gjëndrën e tiroides. Ekspertët këshillojnë që nëse vuani nga tiroidja të zvogëloni nga dieta juaj pirjen e kafes, pasi siç e dini mund të ndikojë negativisht në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Një tjetër produkt, i cili mund të ndikojë gjithashtu në përkeqësimin e punës së tiroides është patatja e skuqur. Patatet e skuqura ose ndonjë ushqim tjetër që është i skuqur do të ndikojë më shumë tek gjëndra tiroides. Përveç veprimeve të drejtpërdrejta në trupin tonë, këto ushqime të skuqura mund të ndikojnë negativisht edhe në barna dhe në sekretimin e hormoneve të tiroides. Një tjetër produkt i cili ndikon negativisht në çështjen tuaj të tiroides gjithashtu është edhe gluteni. Ky është një kërcënim shumë i madh dhe serioz për shëndetin e tiroides, që mund të shfaqë gjithashtu shqetësime nga më të ndryshmet. Ajo çfarë duhet është se tiroidja prodhon një substancë shumë të ngjashme me
gliadinën, kështu që kur konsumohen ushqime që përmbajnë gluten, të tilla si buka, makaronat ose ushqime të tjera me gluten që përmban trupi, do të reagojë nëpërmes sistemit tuaj imunitar, duke i shndruar të dyja në të dëmshme për organizmin dhe duke shkaktuar kështu efekte që do të rëndojnë edhe punën e shëndetit tuaj. Edhe soja mund të ndikojë negativisht në dietën tuaj shëndetësore në rast se vuani nga problemet e tiroides. Ju nuk jeni të detyruar të ndërprisni ngrënien e sojës, por duhet të konsumohet në mënyrë më të moderuar. Pra nëse vendosni të hiqni dorë nga soja, duhet të bëni disa zgjedhje më inteligjente, të cilat do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Gjithashtu edhe perimet kurcifer mund të shkaktojnë edhe probleme të shëndetit të tiroides, ndaj duhet t'i mbani sa më larg nga dieta juaj. Të tilla si lakra, lule lakra, brokoli mund të jenë të dobishme për shëndetin, por kur vjen puna te problemet e tiroides, do të ishte më mirë që t'i shmangni këto ushqime nga dieta juaj. Në fakt, ato nuk e dëmtojnë vetëm dietën, por mund të krijojnë disbalanca të shëndetit të tiroides dhe duhet të merrni trajtime më të specializuara për të mbajtur nën kontroll çështjen tuaj imunitare. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive, nuk mund të kurohet, megjithatë ka disa ushqime të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë për të mbajtur nën kontroll gjendjen tuaj. Tiroidja është një gjendër në formën e fluturës e vendosur në qafë, që kontrollon aktivitetet metabolike duke prodhuar hormone që rregullojnë rrahjet e zemrës dhe djegin kalorit, si tonet pikom. Tiroidja jo aktive nuk prodhon mjaftueshëm nga këto hormone, duke u shkaktuar kështu ndjesinë e lodhjes, plagështi, stres e të tjera. Në këtë video do të rendisim sipas Health.com ushqimet më të mira që duhet të jenë pjesë e dietës suaj, sidomos në rastin e tiroides që do të sjellin rezultate të kënaqshme në mbajtjen nën kontroll të shëndetit të saj. Pra nëse vuani nga gjendra tiroide, përveç ushqimeve që duhet t'i ndërprisni ose t'i reduktoni, ka dhe ushqime të cilat ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit të saj dhe parandalimin e komplikacioneve që mund t'i ndodhin. Një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e tiroides është edhe salmoni. Disa studime shtugjërojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto, lloji më i zakonshëm i hipotiroidizmit, ka nivele të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D lidhen me nivele të larta të antitrupave të tiroides. Prandaj, për të siguruar një mbrojtje më të mirë të tyre, salmoni mund të jetë pjesë e dietave tuaja. Gjithashtu, merrni 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar inflamacionin, kështu tiroidja juaj do të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D, ku një racion me të mund të ofrojë 570 njësi vitaminën D. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që dietën tuaj ta balanconi me produkte sa më të mira. Një tjetër produkt natyral i cili do të sjellë rezultate të kënaqshme edhe në shëndetin tuaj të tiroides janë edhe frutat e thata. Këto fruta janë mjaft efikase në parandalimin e problemeve që mund të shkaktohen në tiroide. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasura me selen, një mineral i cili luan një rol të rëndësishëm edhe në prodhimin e hormoneve të tiroides. Seleni ka gjithashtu fuqi antioksiduese. Gjendjet autoimune si sëmundja Hashimoto mund të rrisin inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin e inflamacionit nëpërmjet fuqive antioksiduese. Një tjetër produkt natyral, i cili do të sjellë rezultate të kënaqshme edhe në shëndetin e tiroides, janë edhe fasulet e bardha. Ato përmbajnë element ushqyes mjaft të rëndësishëm në mbështetjen e trupit tuaj, duke parandaluar kështu edhe komplikacionet që i lindin shëndetit si pasojë e dietave të gabuara që mund të ndikojnë drejt për së drejti në mbrojtjen e tiroides. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.